konsumimi I tepërt I kafes mund të shoqërohet me probleme në lëkurë. Por rekomandohet 1 deri në 2 kafe në ditë me një efekt shumë të mirë dhe në lëkurë. Çfarë ndodh normalisht? Kur ne konsumojmë kafe, sigurisht që ne kemi një vazodilatacion në lëkurë, lëkura bëhet merr disa impulse, bëhet më e zgjuar. Por konsumimi I tepërt e dëmton lëkurën, sepse jepet një vazodilatacion dhe dëmton lëkurën, përdorimi I tepërt I kafedinës. Nga shumë studime sot, përdorimi I 1 kafeje në ditë është shumë e këshillueshme dhe në harkun kohor për të luftuar edhe melanomën. Kanë dalë disa studime të reja. Pra do të rekomandoja që kafen e mëngjesit ta shijoni, të vazhdoni ta pini, por nga ana tjetër të mos e shijoni me duhan. Pirja e duhanit ka efekt shumë të dëmshëm në lëkurë, ka efekt në dëmtimin e fibrave të kolagjenit dhe të elastinës, ka efekt në toksinat që çlirohen qoftë në lëkurë nga përthithja direkte e lëkurës, qoftë nga nikotina në gjak, dhe kjo çon në një plakje të mëtejshme të lëkurës, në dehidratim të lëkurës, në dëmtim të fibrave të kolagjenit dhe të elastinës, krijimin e rrudhave më të shumta, radikalet e lira janë më të shumta në organizëm, mundësitë për zhvillimin e kancerave të ndryshëm në organizëm janë të larta, gjë që sigurisht që pasohet me një lëkurë jo shëndetshme. Sepse në vetvete lëkura është pasqyrë dhe organizmit, është pasqyrë e stilit të jetës, është pasqyrë dhe çfarë jemi dhe çfarë ham normalisht.